apo do të degradohen, po besoj do t'i thojnë gjërat më lirshëm ndaj njëri tjetrit se nuk janë më pjesë e një grupi kompakt, por që janë pjesë e një grupi, le të themi, që i bashkojnë disa interesa kundër Rogertit, kundër Mirit, por mbetet për të parë se një hipotezë është që Selin mund të rikthehet në një lloj aleance në kuadër të lojës me Miri, dhe pse mbrëm në Prime ajo e tha në mënyrë kategorike që nuk do të ketë një lloj rikthimi të tillë, edhe pse ditën e djeshme në bisedën që kishte Miri me Shëndritin tek dhoma e librarisë e tregoi haptazi që sipas tij do të jetë Selina ajo që do të shkojë tek Miri për këtë aleancën, se Miri ndjet një lloj kapadajiu me të gjithë ato që ai mendon se mund të shkaktojë në lojë, por edhe që u zgjodh lider nga publiku, gjë që nuk e besoj ende, i ka lënë një lloj force dhe një lloj tangardhiku që është i krekosur dhe mendon që publiku e ka pëlqyer dhe ka duar trokitur këtë në raport të lojës me Selin. Por siç e përmenda, Miri tha në këtë bisedë që kishte me Shëndritin që e lë derën e hapur, por do të shikojmë se çfarë nuk është thënë në atë shtëpi midis